Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Gratë që vuajnë nga osteoporoza dhe kanë dhimbje kockash duhet të hanë çdo ditë këtë ushqim. Ushqimi mund të vejë fre edhe në humbjen e masës kockore. I njohur për kontributin e tij në shëndetin e skeletit dhe të parandalimit të osteoporozës, është përbërësi i kalciumit që gjendet në sasi të madhe të produktet e qumshtit, por duket se vetëm nuk është e mjaftueshme për të siguruar mbrojtje adekuate. Një ushqim i shëndetshëm dhe i balancuar siguron trupit tuaj të gjithë përbërësit e nevojshëm për të mbrojtur kundër dhimbjeve të densitetit të kockave, vërejtur zakonisht në osteoporozë, si një studim shkencor i publikuar në gazetën mjekësore britanike. Studiuesit gjetën nga Universiteti i Anglisë Lindore në Norwich një dietë të bazuar në modelin e mesdheut, domethënë e pasur me fruta, perime, arra, drithra, vaj ulliri dhe peshk, që redukton normën e humbjes së dëndësisë së kockave dhe duke ngadalësuar përparimin e osteoporozës. Në të vërtetë, efekti i përfitimeve ushqyese së duhura të shëndetit skeletik është i dukshëm në vetëm 12 muaj. Në studimin e ri afatgjatë evropian, në efektin e dietës mesdhetare në shëndetin e kockave duke përfshirë më shumë se 1000 persona të moshës nga 65 në 79 vjeç, u citua se dëndësia e kockave u përmirësuar ndjeshëm me shtyrjen e një diete të mirë ushqyese, e cila duhet të bazohet gjithashtu në arra, në perime, në drithra, vaj ulliri dhe peshk, si një normë mirë ushqyese për shëndetin tuaj të kockave. Ndaj sipas ekspertëve, në këtë video do të rëndisim disa nga produktet më të mira ushqyese, të cilat do të sjellin rezultate efektive në mbrojtjen e shëndetit të kockave. Perimet me gjethe jeshile mund të jenë me do e mos pjesë të dietave tuaja. Shumica mendojnë se bulmeti është i vetmi burim i kalciumit që keni në dispozicion, por nuk është kështu. Kalciumi mund të gjendet gjithashtu edhe në shumë lloje të perimeve. Perimet me gjethe jeshile, të cilat janë gjithashtu lakra, lakrat kineze, spinaqi, pazia, janë të pasur me kalcium. Ato gjithashtu janë të pasura me vitaminën K, që reduktojnë ndjeshëm rrezikun e osteoporozës. Në dietën tuaj duhet të shtoni edhe patatet. Përveç kalciumit, do të gjendet edhe vitamina D. Shumë kritik për shëndetin e kockave janë të mendimit se ato janë të dëmshme, por ekspertët i kanë cilësuar patatet si një produkt i pasur me magnez dhe kalium. Dhe çfarë është më e rëndësishmja, këto përbërës me vlera të bashkuara mund të mbrojnë shëndetin tuaj të kockave. Mungesa e magnezit mund të prish balancin e vitaminës D. Prandaj, sa më shumë produkte natyrale që të përfshini në dietën tuaj, aq më e lehtë do të jetë gjithashtu mbrojtja e shëndetit tuaj kockor. Në dietën tuaj për një shëndet më të fortë të kockave duhet të përfshijmë edhe agrumet. Të gjitha dimë se agrumet janë në një burim i shkëlqyer i vitaminës C. Megjithatë, mund të mos e dini se ato përmbajnë edhe vitaminën C, që luan një rol të rëndësishëm edhe në parandalimin e formimit të dobësimit të kockave. Sa më shumë agrume të përfshini në dietën tuaj, aq më shumë do të përthithni vitamina dhe mineralet të duhura, të cilët do të sjellin një mbrojtje më efektive për shëndetin e nyjeve në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Ekspertët cilësojnë se ushqyerja e shëndetshme me agrume do të jetë një mburojë shumë e mirë për shëndetin e nyjeve në parandalimin e frakturave të tyre. Përveç agrumeve, për një shëndet më të mirë kockor, në dietën tuaj nuk duhet të mungojë as peshku. Shumë lloje të peshqve, sidomos edhe peshqit me yndyrë, ofrojnë sasi të lartë të vitaminës D, e cila e ndihmon trupin të përdorë kalciumin. Acidet yndyrore omega 3 janë në një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj kockor. Ndaj, ato mund të gjenden me bollëk të peshqit. Peshqit janë një nga produktet më të mira për shkak të elementeve ushqyes që do të ofrojnë për shëndetin e kockave, duke ulur kështu rrezikun për fraktura dhe duke pasuruar ato me omega 3. Salmoni, për shembull, është një burim shumë i mirë i kalciumit, por edhe sardelet nuk mbeten pas. Prandaj përfshirja e llojeve të peshqve të yndyrshëm në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të rritur gjithashtu edhe performancën e nyjeve tuaja. Në dietën tuaj duhet të pasuroni gjithashtu edhe me bajame.
Jo vetëm që janë të pasur me kalcium dhe me kalium, por janë gjithashtu të volitshme për t'u integruar lehtë në dietën tuaj, duke siguruar kështu një mburojë më të mirë. Ato mund të konsumohen edhe si një vakt i ndërmjetëm, mund të shtohen në sallata ose mund të konsumohen në formën e gjalpit të bajameve për të lyer bukën. Gjithashtu, ushqimet e fortifikuara me kalcium janë një mundësi e shkëlqyer për të rritur edhe performancën e kockave. Ushqime të tilla mund të jenë një mburojë shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj. Nëse doni të keni kocka më të shëndetshme dhe të mos vuani nga frakturat e tyre dhe të mos vuani nga osteoporoza, atëherë duhet të pasuroni dietën tuaj me një larmishmëri të gjerë të produkteve ushqyese. Osteoporoza është një sëmundje që pakson të ndësinë minerale të kockave dhe sjell përkeçime të indeve duke I bërë ato të brishta dhe shkakton shumë fraktura. Kjo sëmundje është mjaft e përhapur dhe ka tendencën të rritet me rritjen e moshës. Osteoporoza paraprihet nga një fazë tjetër e njohur si osteopenia ose humbje e masës kockore që ndodh në çdo fazë të jetës. Mosha është shkaku kryesor I osteopenies dhe osteoporozës. Pas moshës 40 vjeçare, dëndësia kockore pakësohet si tek gratë ashtu dhe te burrat. Në rastin e grave, kjo sëmundje përshpejtohet shumë pas menopauze. Si gjithmonë, parandalimi është një hap shumë I rëndësishëm. Të rinjt duhet të mos e teprojnë me alkoolin, të mos pinë duhan, duhet të kryejnë aktivitet fizik, të mos e teprojnë me ekspozimin në diell ose të ushqehen mirë. Ndërmjet ushqimeve ne duhet të marrim vitamina thelbësore për kocka siç janë kalciumi, fosfori dhe vitamina D. Gjithashtu ne kemi nevojë për vitaminën K, magnez dhe zink që t'i mbajmë kockat të shëndetshme në çdo fazë të jetës. Ushqyerja e mirë e tyre do të luajë një rol pozitiv në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin nga osteoporoza. Ushqimet me kalcium dhe vitaminën D janë veçanërisht të mira për rritjen e dëndësisë së kockave. Këto janë lëndët ushqyese më të njohura kur mbrojnë kockat, por disa të tjera luajnë gjithashtu një rol të rëndësishëm, përfshirë vitaminën C, kalciumin dhe magnezin. Kjo është arsyeja pse çdo dietë e përshtatshme drejt parandalimit të humbjes së kockave duhet të jetë e balancuar në mirëmbajtjen e shumë frutave dhe perime të freskëta, gjithashtu edhe burimeve të proteinave. Disa ushqime janë të mira më shumë se sa të tjera drejtuar parandalimit të humbjes së kockave. Gjithashtu, në këtë video do të paraqesim disa nga super ushqimet sipas ekspertëve të Healthline që ndihmojnë në menaxhimin e osteoporozës. Ato janë sallata jeshile, patatet, limoni, peshku, bajamet dhe melasa. Është e rëndësishme që t'i merrni këto probleme seriozisht sepse ndërsa simptomat e saj mund të rrezikojnë shëndetin me kalimin e viteve, gjithashtu do të humbisni edhe lëvizjen e rregullt. Prandaj nëse doni të përmirësoni shëndetin e kockave, duhet të shtoni në dietën tuaj sa më shumë produkte natyrale bimore. Ashtu si ne ham për të qenë të shëndetshëm, edhe për të kujdesur për mirëqenien edhe për shëndetin e zemrës, kockat e trupit tuaj gjithashtu kërkojnë edhe ushqyesit e duhur, të cilët duhet të jenë produkte të pasura me kalcium, kalium, vitaminë D në çdo vakt. Duhet të dini se nëse nuk merrni mjaftueshëm kalcium në dietën tuaj, trupi do të marrë kalciumin që nevojitet nga kockat. Në terma afatgjatë ato shpjegojnë se Instituti Kombëtar I Artritit dhe Sëmundjeve Muskuloskeletore dhe të Lëkurës tregoi se ky proces do beson kockat dhe rrit rrezikun për të pasur osteoporozë. Kjo është një sëmundje që ka të bëjë me kockat më të dobta dhe më të brishta. Njerëzit me osteoporozë kanë një rrezik më të lartë të thyerjes së kockave. Osteoporoza është një sëmundje e quajtur si sëmundja e heshtur dhe është më e zakonshme te gratë. Nëse vuani prej këtij shqetësimi, adresojeni tek mjeku dhe konsumoni sa më shumë produkte natyrale që mbrojnë shëndetin e kockave. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.